Hey guys! Sot më në fund me kënaqësi do të prezantoj një nga recetat e mia më të dashura, më të preferuara që nuk mungon kurrë në pranverë në shtëpinë time. Është e thjeshtë, është e shëndetshme, është e lehtë, është e shijshme dhe mua më kujton gjithmonë fëmijërinë. Sot do të përgatisim bashkë yaprak me gjethe rrushi. Është sezoni i gjethteve të rrushit, kështu që do të fillojmë me një herë dhe ja ti kemi gjithë përbërësit, qep të njoma, erza, unë përdor në energjik koper dhe majdanoz, gjethet e rrushit që i kam këputur të këta hardhi që ka në shtëpinë e mamit tim, spinaq, vaj ullirit është shumë i rëndësishëm, duhet jetë një cilësie shumë të lartë dhe ky është i linjës Verso Natura, tek konat, orizin që gjithashtu do ta zgjedhim cilësor dhe këtu kam bler tek ato nënat që shesin në rrugë, pak lëpjet dhe labot. Fillojmë. Pikë së pari, që t'jemi rehat, edhe ju edhe unë, do lidhim flokët. Puna e parë, do lajmë dhe do presim të gjitha jeshillë që duke filluar nga qepët e njoma, si fillim, japraku do shumë vaj ulliri. Fillimisht do të kaordisim pak qepën me vaj ulliri. Qepën e kaordisim shumë pak, sa të humbasi volumin, nuk është se duhet skuqur. Dhe këtu do të shtojmë pastaj të gjithë jeshillëqet e tjera që i kemi coptuar. Erzat, kur të gjitha jeshillëqet ta kenë humbur volumin e tyre, do shtojmë orizin. Dhe kaordisim duke përzier për jo më shumë se 5-7 minuta. Në një tenxhere kemi vendosur ujë që po e valojmë, brenda të cilit do të fusim gjethet e rrushit, këtu, vetëm pak sekonda. Sa të valojnë dhe pastaj do t'i nxjerrim, do t'i mbajmë këtu. Shikoni? Tak. Tani është procesi im i preferuar i japrakut dhe jo më kot kam dalë në balkon në këtë verandën time që e shijoj kaq shumë në mes të natyrës, në atë pak natyrë që kam mbetur në Tiranë, për të bërë atë që unë quaj një proces terapeutik, faktën kështu është për mua, mbledhja e gjetheve. Është shumë e thjeshtë, unë përpiqem që t'jem edhe estetikisht sa më në rregull dhe t'i bëj edhe të bukura. Atëherë, fillojmë. Gjethet vendosen nga ana e kundër. Tu e kemi harxhin, e përqendroj në qendër dhe filloj ta mbledh me kujdes. Okej, ka gjethe kisha për momentin, po pres gjethet e tjera, ndërkohë le të shkojmë dhe t'i zgjidhim japrakët. Atëherë, në fund të tenxherës patjetër pak vaj ulliri. Do të shtrojmë japrakët që kemi mbledhur dhe do të shtojmë një gotë ujë që është praktikisht vetëm pak mbi lartësinë e japrakëve, ja kaq, dhe do të mbulojmë me një pjatë. Tada! Momenti preferuar. Tani, si vajzë edukuar, do t'i jam me thike me tyre. Kur nuk jam kamera, a i dini si ha japrakët unë, dhe çdo tjetër rreth meje. Ja kështu. Por, sot me thike me tyre. Provojmë japrakun. Që dikur, thoja s'ka si japraku mamit, e ka kaluar nxënësja mësuese. Gëzuar. Amazing. Fantastike. Shikoni, s'u ndalin fjalët. Ja bëf mirë.